Një avëngjeshur ishte kjo që po mbyllet për Partinë Demokratike. Kryedemokrati Sali Berisha në komunikimin me qytetarët foli për kandidatët për deputet të Aleancës për Shqipërinë Madhështore, që sipas tij kanë një karrierë të gjatë politike, e kanë qëndruar në pushtet si shërbëtor të qytetarëve, ndërsa në opozit kanë qenë dhe janë misionar. Berisha theksoi se mes kandidaturave ka dhe prurje të reja, me informim të shkëlqyer dhe me eksperiencë të gjatë si brenda ashtu edhe jashtë vendit. Partia Demokratike paraqet para shqiptarëve kandidaturat më përfaqësuese që ajo ka paraqitur në tër ekzistencën e saj. Paraqet para shqiptarëve kandidatura që kanë një karrierë politike të gjatë dhe kanë qëndruar në pushtet si shërbëtor të qytetarëve dhe në opozit përsëri në misionin e rëndësishëm të mbrojtjes së interesave të tyre. Ka prurje të reja, burra dhe gra me një formim të shkëlqyer, të shkolluar dhe me eksperiencë shumë të mirë pune. Ka përfaqësues të komuniteteve nga mbar vendi, dallojnë në mënyrë thelbësore nga lista e megafonit të Edi Ramës. Kryetari i Partisë Demokratike Shqiptare Sali Berisha foli edhe për dallimet që kandidatët e Partisë Demokratike dhe koalicionit Aleanca për Shqipërinë Madhështore ka në krahasim me kandidatët e mazhorancës socialiste. Grupi i parë i listës Edi Ramës janë që të gjithë pa përjashtim me dosje të rënda, spaku, aferash korruptive ndër më të mëdhat dhe lidhje me krimin ndër më të tmerrshme.